Përshëndetje, sot do të zhytemi në botën e një prej mendimtarëve më revolucionar të psikologjisë, Carl Rogers. Pse revolucionar? Sepse ai hodhi poshtë idenë se njerëzit janë në thelb egoist apo problematik. Përkundrazi, ai besonte se thelbi ynë është thellësisht pozitiv dhe i besueshëm, dhe kjo, siç do ta shohim, ndryshon gjithçka. E pra kjo është pikërisht pyetja që na fton bëjmë Rogers. Çfarë ndodh nëse themeli ynë, instinktet tona më të thella, nuk janë diçka për t'u friksuar apo kontrolluar, por diçka për t'i besuar? Përgjigjja e tij është një pikë tese jo vetëm për terapinë, por për mënyrën se si e shohim veten dhe njëri tjetrin. Okej, le t'ja nisim nga fillimi. E gjithë ndërtesa e mendimit të Rogersit qëndron mbi një themel të vetëm, një ide e vetëm, por jashtëzakonisht e fuqishme dhe, sinqerisht, optimiste. Ideja se brenda secilit prej nesh ekziston një forcë e pandalshme që na shtyn përpara. Dhe ja ku e kemi, prirja aktualizuese. Rogers thot se kjo është forca kryesore që na motivon, e vetmja. Dhe kujdes, kjo nuk është thjesht instinkti për të mbijetuar, për të ngrënë apo për të strehuar. Jo, është diçka shumë e madhe. Është një shtysë e brendshme për të rritur, për të bërë më kompleks, për të lulëzuar dhe për të arritur gjithçka që jemi në gjendje të bëhemi. Metafora e farës që përdorte Rogers është thjesht geniale. Imagjinoni një farë, askush nuk i thot asaj rritu, askush nuk i jep udhëzime, ajo thjesht e di se çfarë duhet të bëj. Ka brenda saj të gjithë planin për të bërë një bime plot. Po, Rogers besonte se ne jemi tamam si ajo farë. Kemi brenda nesh një prirje të lindur drejt plotësisë, drejt versionit ton më të mirë. Dhe ja ku vjen pika më e rëndësishme. Kur kjo prirje lejohet të veprojë lirshëm, pa u shtypur nga bota e jashtme, çfarë ndodh? A bëhemi egoist, të egër? As pak. Rogers thotë të kundërtën. Ajo na drejton natyrshëm drejt sjelljeve që jo vetëm na kënaqin ne personalisht, por që janë edhe konstruktive për shoqërinë. Pra, në thelb të jesh vetveta e vërtet është diçka e mirë për të gjithë. Mirë, tani lind pyetja logjike apo jo? Nëse të gjithë kemi këtë motor të brendshëm pozitiv, atëherë pse bota është plot me njerëz që ndihen të pasigurt, në ankth, të paplotësuar? Çfarë shkon keq? Pikërisht këtu, Rogers identifikon origjinën e një ndarje të thellë që ndodh brenda nesh. Shkaktari? Diçka që Rogers e quajti kushtet e vlerës. Tingëllon pak teknik, por ideja është e thjeshtë dhe të gjithë e kemi përjetuar. Si fëmijë, kemi një nevojë të dëshpëruar për dashuri dhe pranim. Dhe çfarë mësojmë shumë shpejt? Mësojmë se dashuria dhe vlerësimi shpesh vijnë me kushte. Të dua kur je i qetë, je djalë i mirë kur nuk qan, këto nëse bëhen rregullat tona të brendshme. Mësojmë se vlera jon nuk është e lindur, ajo duhet të fitohet. Le të marrim këtë shembull. Një djalë i të vogël i thuhet se djemtë e mirë nuk zemërohen, por ai ndihet i zemëruar. Çfarë bën? Për të ruajtur dashurinë e prindërve, ai fillon ta mohojë atë ndjenjë. Por ja ku është çelësi, ndjenja nuk zhduket, ajo thjesht fshihet, shtypet. Ai ndërton një mask, një version të vetes që thotë, unë nuk zemërohem kurrë. Dhe kështu fillon ndarja midis asaj që ai ndjen vërtet dhe asaj që ai i tregon botës se është. Dhe kjo ndarje ka një emër, moskongruencë. Është një fjalë kyçe në teorinë e Rogers. Nga njëra anë, kemi përvojën tonë të vërtet, atë që trupi dhe emocionet na thonë. Nga ana tjetër, kemi vetë konceptin, maskën që kemi ndërtuar. Sa më i marrë tjetë ky hendek midis të dyjave, aq më i madh është ankthi dhe ndjenja të qenit i humbur. Kjo, për Rogers, është burimi pothuajse të gjithë vuajtjes psikologjike. Pra, nëse problemi është ky hendek, kjo ndarje e brendshme, si mund ta mbyllim atë? Si mund të bëhemi sërish të plot? Këtu qëndron bukuria e qasjes Rogers. Ai nuk besonte se njerëzit duhen rregulluar, përkundrazi ai besonte se ne duhet thjesht krijojmë klimën e duhur që procesi i natyrshëm i rritjes të rifillojë. Dhe cilat janë këto kushte? Ato janë 3. E para, autenticiteti, të jesh i vërtet, pa maska. E dyta, vlerësim pozitiv i pakushtuar. Kjo do të thotë pranim total, pa nëse. Dhe e treta, mirëkuptim empatik, aftësia për të ndjerë botën e tjetrit sikur të ishte e jotja. Rogers thoshte se këto 3 gjëra, kur janë të pranishme, janë gjithçka që duhet. Ato krijojnë një hapësirë aq të sigurt saqë maskat fillojnë të bien vet dhe rritja fillon. Duhet ta kuptojmë se sa radikale ishte kjo ide. Modeli tradicional ishte ai i mjekut ekspert që analizon dhe i tregon pacientit se çfarë nuk shkon me të. Rogers e përmbysi këtë. Ai tha, jo, eksperti vërtet për jetën e një personi është vetë ai person. Roli terapistit nuk është të drejtojë nga jashtë, por të ecë për krah, duke u përpjekur të kuptojë nga brenda. Është një ndryshim total i perspektivës.
Le ta bëjmë konkrete. Një kliente me emrin Gloria po ankohej me zemrim për punën e saj. Një terapist tradicional mund të fillonte të analizonte problemet në punë, por Rogers bëri diçka tjetër. Ai thjesht reflektoi ndjenjen pas fjalëve të saj. Dhe papritur, zemrimi për punën u shtrëndrua në një zbulim therrës. Pavarësisht se çfarë bëj, unë kurrë nuk jam mjaftueshëm e mirë. Ja, kjo është empatia në veprim. Nuk merret me sipërfaqen, por ndihmon personin të gjejë vetë rrënjën e problemit. Mirë, pra, kemi parë problemin, ndarjen e brendshme dhe zgjidhjen, krijimin e një klime përritje. Por cili është destinacioni? Si duket jeta kur ne jemi më të integruar, më autentik? Rogers e përshkruan këtë si personi plotësisht funksional. Dhe kujdes, ky nuk është një njeri perfekt apo një gjendje statike. Jo, është një proces. Ky person është më i hapur ndaj përvojave, jeton më shumë në të tashmen, u beson më shumë ndjenjave të tij, ndihet më i lirë dhe është më kreativ. Në thelb, është një person që është vazhdimisht në lëvizje, duke ju përgjigjur jetës në mënyrë më të plotë dhe më të vërtetë. Dhe kur themi se ky person u beson ndjenjave të tij, kjo nuk do të thotë të veprosh sipas çdo teke. As pak. Rogers flet për procesin e vlerësimit organizmik. Ky është si një busullë e brendshme jashtëzakonisht të sofistikuar. Ajo nuk merr parasysh vetëm emocionet, por integron ato me mendimet dhe me realitetin social. Është të marrësh vendime bazuar në një mençuri të brendshme që përfshin të gjithë qenien tënde. Pra, pasi kemi eksploruar gjithë këtë sistem të pasur, cila është ideja kryesore që do të marrim me vete? Cili është thelbi i gjithçkaje? Ju jeni eksperti më i mirë për jetën tuaj, kaq e thjeshtë dhe kaq e thellë. E gjithë filozofia e Rogersit përmblidhet këtu. Ajo na thot se përgjigjet që kërkojmë nuk gjenden tek një autoritet i jashtëm, por brenda nesh, nëse vetëm mësojmë t'i besojmë përvojës sonë. Në fund të ditës, mesazhi i Rogers është një sfidë, është një akt radikal besimi. Jo vetëm besim në veten tonë, por edhe besim në potencialin e jashtëzakonshëm për rritje që ekziston brenda çdo njeriu që takojmë. Dhe ndoshta, pikërisht ky besim është çelësi për një botë pak më të kuptueshme dhe më njerëzore.